Konsideroj që është shqetësim edhe për shoqërinë, edhe për institucionet për të gjithë, kur shohim tendenca të tilla për me ndryshu përmbajtjen dhe për me ndryshu historinë tonë të lavdishme. Pra, gjithë ne jemi dëshmitarë. Realisht ka edhe pjesë që kanë qenë të atyre masakrave të mbjetuar që dëshmojnë e faktojnë se edhe kush ka qenë viktima, edhe kush ka qenë ai që i ka bë domet, ai që i ka bë masakrat, pra gjithë e dim se dëmet e shkatërimin në vendin tonë ka bërë Slobodan Miloševići, ndërsa populli ynë në mënyrë të lavdishme, të ndershme, dinjitetshme e ka mbrojtur progun e shtëpisë dhe në bazë të mbrojtjes, sakrificës dhe luftës tonë të lavdishme ne se kemi edhe lirinë edhe shtetin, andaj sot me shumë përgjegjësi janë bashku kësaj organizimi për me shpreh këtë pakënaqësi nga veteranët e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Mirë po konsideroj që të gjithë bashkë si shoqëri duhet jemi në mbrojtje të vlerave tona shërimtare, mirë po mbrojtje edhe të institucionit tonë. Andaj kërkoj që prokuroria të merr veprimet e saj të menjëhershme në mënyrë që ta hetoj përmbajtjen e atij libri dhe ta hetoj e ta zbuloj tendencën përmes atyre që janë prezantuar dhe mënyrën qysh kanë ardhur për me u mbështet edhe me pasë promovim po edhe prezantim në sheshin e Prishtinës. Me thonë drejtën janë deklarata që e turpnojnë ato, nuk i bojnë rast institucionit që përfaqëson, tek pjesa e gjykatës speciale, tek pjesa e vlerave të luftës si këmbë. Jo vetë si shtet, po si këmbë gjithë duhet jemi krenar të mburremi, sepse historia e ushtrisë shërimtare të Kosovës është historia më e lavdishme e kombit shqiptar dhe grup formacioni i ushtrisë shërimtare të Kosovës është formacioni më i lavdishëm. Jemi me fat që sot ne e kemi edhe lirinë edhe shtetin, andaj gjithë bashkë edhe si institucione, po edhe si shoqëni duhet edhe ta mbrojmë institucionet, edhe të mbrojmë vlerat kombëtare dhe të promovojna me mburrje me krenari.